Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Blendi Fevziu më ka kërkuar të bënim treshe bashkë me shoqen time, habit moderatorja me deklaratën. Marinela Hysa ka bërë një deklaratë fortë dhe befasuese në rrjetet sociale, duke përfshirë emrin e moderatorit të njohur Blendi Fevziu, të cilin e akuzon se ka pasur lidhje me 2 prej shoqeve të saj, ndërsa ajo vetë ka refuzuar afrimitetin e tij. Kjo deklaratë ka ardhur papritur në rrjetet sociale dhe ka shkaktuar menjëherë një valë të madhe reagimesh dhe komentesh. Marinela Hysa, duke u referuar jetës private të gazetarit, u shpreh se Blendi nuk ishte qenë i interesuar vetëm për një person, por më shumë në rrethin e saj shoqëror. Ajo deklaroi: "Blendi nuk dilte me 1, por me 2. Mua më vinte pas, por nuk arriti kurrë sepse unë nuk isha si ato." Deklarata e saj ka hapur një debat të ri në rrjetet sociale lidhur me jetën private të moderatorit. Deri më tani, Blendi Fevziu nuk ka dhënë asnjë reagim publik lidhur me këto pretendime të Marinela Hysës.